Jemi rikthyer nderuar televizikues në pjesën e dytë, mjaft e rëndësishme kjo si pjesë, por fatkeqësisht e përhershme për ngjarjet që ndodhin. Në këtë pjesë do të flasim, si thash, për aktualitetin dhe ngjarjet e kronikës. Të ftuarun do të kemë zonjën Klodiana Lala, faleminderit shumë Klodi, Sokol Breku Xhevaril Zhabina dhe Vion Andi, faleminderit Vion Andi Tela, që do të jetë edhe në këtë pjesë. Në lidhje direkte ne do të kemi Ergys Mërtirin, sociolog, siç e thash, edhe më shumë Ergys, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Më shumë do të jesh edhe si analist sigurisht, por dhe si sociolog për këtë pjesën e parë, e cila është mjaft, me thënë drejtën, është mjaft tronditse. Buri ka vrarë gruan tani me çifte në Shkodër. Ka marrë çiften, e ka ngritur, i ka rënë gruas dhe e ka vrarë. Një ngjarje e rëndë kjo, më thënë skeçtuam shumë. Fjala është pa vlerë në këtë rast, ku buri ka vrarë gruan, thamë. Ngjarjet në fakt e përsëritur në Shqipëri, ku dhuna ndaj grave është në nivele shumë të larta dhe kulmon deri te vrasjet. Zonja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë rast, sepse është ngjarje e momenteve të fundit? Buri është ky? Po, është Shtjefën Ziqi, është 62 vjeçar, i cili është arrestuar me njëherë pasi ka kryer krimin e rënd të vrasjes së bashkëshortes tij Bardhe Ziqi, e cila është 55 vjeçare. Krimi ka ndodhur diku në mesditë, brenda në ambientet e banesës së çiftit. Ata kanë 2 fëmijë, djali që jeton prej vitesh në Kanada, ndërkohë vajza jeton këtu në Tiranë, por ka jetën e saj, ndërkohë që 2 bashortët jetonin të vetëm. Bashkë me Sokolin dhe me Xhevahirin pam pak minuta më parë edhe videon e momentit të ngjarjes, është një video tronditse, e kryen krimin me gjak ftohtësi, do të thonë bën një debat me të shoqen lidhur me një telefonat që ajo ka marrë, dhe me sa duket për shkaq të xhelozie, edhe pse ai nuk ka dhënë shpjegime të detajuara, merr qetësisht armën e gjahut, del tek dera kryesore tek pjesa oborrit të jashtëm, kontrollon rrugën nëse kishte apo jo persona aty afër, kthehet edhe qëllon 3 herë me çifte në drejtim të bashkëshortes në ambientet e brendshme të banesës. Me thënë drejtën, më duket një çmenduri, por edhe thuash i çmendur nuk e them dot, sepse e amnistojmë dhe i shpëton burgimit përjetshëm. Problemi është që unë nuk gjej asnjë motiv, sepse po të shikosh, ata nuk kanë asnjë dyshim të mëparshëm për dhunë në familje, nuk ka patur asnjë kërkesë për urdhër mbrojtje, nuk ka pasur asnjë shqetësim të ngritur nga të gjithë personat që i njihnin rreth rrotull dhe që ishin familjar apo të njohur të tjerë. Ajo njihej si një zonjë jashtëzakonshme e përkushtuar në familje, që të gjithë njerëzit, pra edhe ato që kanë biseduar, por edhe pjesën që hetuesit kanë marrë në pyetje, e njihnin si një grua të jashtëzakonshme dhe pa pritmas, vetëm për shkak të një telefonate, ai ngrihet, merr armën e gjahut dhe qëllon për vdekje. Nuk di ç'të them gjatë. Personalisht i dyshuari nuk ka dhënë shpjegime detajuara, por është duke u qyrë tashmë telefoni i viktimës, por edhe vetë atij për të parë nëse mos ka patur ndonjë problematik të mëhershme, por deri tani kjo është pak a shumë situata. Ç'kemi për të thënë? Po, pak a shumë dinamika e ngjarjes është ajo që tha Klodi, po si ne e pam dhe videon, por duket nga ato ngjarje që nuk ka pas probleme të theksuara ekonomike apo problematika që mund të kenë çuar në këtë ngjarje të rëndë. Kështu që motivi ndoshta do ta zbardhi dëshmia e personit i cili është ekzekutori gruas së tij, por dukshëm që është një problem thelbësisht shoqëror, kam përshtypjen, sepse nga ana hetimore dhe nga ana, po them, procedurale është një ngjarje zbardhur, tashmë mbetet për të parë se cilat janë motivet, dhe deri në këtë moment nuk i kemi këto motive, sepse edhe dëshmia e personit të arrestuar, ose më saktë nuk ka qenë edhe bashkëpunues me policin për të përcaktuar se cili është motivi, por është një problem që nuk është ekonomik dhe ka të bëjë më shumë për shkaq të xhelozisë. Sa vjeç ishte ky? 62 vjeç. 55 vjeç ishte bashkëshortja. Prindër të 2 fëmijëve, sigurisht secili në jetën e tij dhe të sistemuar, njëri në Kanada dhe tjetri në
në kryeqytet, kështu që Zotë Rakipi, problemi më i madh në rastin konkret ka të bëjë pikërisht me dhunën ndaj gruas dhe me vrasjet brenda familjes. Do më thënë, sa herë që flasim për emancipimin e gruas, për faktin që gruaja nuk mund të konsiderohet pronë, është tashpërsuar ligji deri në dënimin me burgim përjetshëm, janë marrë disa masa deri diku nga ana ligjore, por pavarësisht gjitha këtyre zhvillimeve, sërish bashortët, partnerët vrasin gra. Dhe ky është realisht shqetësim dhe një problematik dhe një fenomen shumë i rëndë dhe një plagë shumë e rëndë e shoqërisë shqiptare. Dhe ne kemi, për shembull, nëse e mbani mend, ka nisur 2026 me vrasje në Vlorë, më pas vrau edhe veten autori dyshuar. Pra vazhdon e përsëritet i njëjti cikël dhe shifrat janë alarmante sa i përket dhunës në familje, dhunës ndaj gruas dhe vrasjes brenda familjes, ku kryesisht viktimat janë gratë dhe vajzat. Tani në Shqipëri, ajo që të bie në sy, mbi të gjitha, është fakti i gjaktotësisë që, po kjo mbase edhe sociologu do të na thotë diçka më tepër në të tilla rrethana. Mënyra pse si ai ekzekuton me një qetësi shumë të madhe, a thua sikur është një vrasës profesionist, i hedh një sy shtëpisë, nuk ka asnjë lloj nxitimi, duket që është i qetë, nuk është i agituar, pra nuk e ka të çastit të gjitha të situatë. E ka pothuajse një mënyrë të paramenduar, sepse nëse nuk do të ishte paramenduar, do t'ja lija gjithmonë faktit që shqiptarët në gjaknëzëtësi e sipër përdorin gjithmonë armët e zjarrit që kanë në shtëpi, dhe kjo është një ndër ato gjëra që i nxit më tepër në kryerjen e vrasjes. Po jo, kjo në rastin konkret edhe të mos ta kishte çiften, ai do të qëllonte me gur, do të qëllonte me ndonjë send tjetër me thik me ç'të mundej. Mënyra e tij është jashtëzakonisht gjaktot dhe nuk arrit do të kuptoj se si jo vetëm nënën e fëmijëve, po një grua të cilën ti e ke patur për shumë vite ta ekzekutosh në mënyrë aq barbare dhe aq gjaktot, nuk arrit do ta kuptoj se si mund ndodhi një krim i tillë me qetësinë më të madhe. Domethënë është jashtëzakonisht e trisht kur e shikon, por kjo është dhe një ndër nga ato që raste që duhet ketë një studim tipik për raste të tilla, sepse nuk mundet domethënë në një krim kaq gjaktot. Duket sikur ai ka kryer edhe vrasje më përpara, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk e zë gjaku, masi kryen vrasjen ulet, pret policinë, jo si në rastet e tjera që kemi parë zakonisht në Shqipëri, ai që kryen vrasjen e bashortes më pas tenton të vrasi edhe veten. Ajo pastaj hyn në raste të gjaknëzëtësisë, në debate e sipër. Kjo ngjan totalisht një tjetër rasti. s'kene të mëshme. Shumë. Po e shoh tani mënyra se si ai shkon me çiftin ndër. Pa nxitim nuk është ai pa nxitim nuk planifikuar më. Dhe kthehet Jo, e ka. Që është planifikuar. Është shumë i qetë përpara vrasjes, të bie çudit domethënë atë lloj përbindesh nuk bindesh dhe kthehet tani sikur ka qenë sikur shkoi për të pirë ujë. Po, në Shqipëri ne kemi patur shumë raste, edhe në rrugë, mund zihen dy veta, në grushte sipër, gjen një mjet, se jenë në gjaknëzëtësi dhe gjaku kur të merr përpara ti nuk e kontrollon dot veten. Po kjo e këtij është jashtëzakonisht. Zoti Mërtiri, pse vijon të mbetet e përhapur në Shqipëri dhuna ndaj grave, kaq shumë, deri në rastet më ekstreme të vrasjes. Për shembull, kjo një me një gjaktsotësi të tmerrshme që as vrasësi më i kualifikuar apo i paguar nuk mund ta bënte me këtë qetësi që e pash unë tani. Po nuk po e futim për arsye të shmjeft e rëndë. A kemi edhe ne në kulturën tonë pak talebanizëm? Si talebanët mund ndoshta bëjnë kështu, ndoshta nuk bëjnë dhe ata, e kupton? Jo, unë them këtë që më shumë se sa çështje kulture, kjo është një çështje psikosociale më shumë. Shoqëria jonë është ngarkuar shumë psikologjikisht. Njerëzit janë, themi, jetojnë në tension përditshëm, kanë ngarkesa psikologjike nga më të tmerrshme. Dhe kjo bën që njerëzit ta akumulojnë dhe befat
atë që ty nuk ta pret mendja, atë që ti mendon që ka qenë i urtë, i mirë, i sjellshëm, ai kryen krimin më monstruoz që ty s'të shkon mendja kurrë. Dhe kjo tregon që psikologjikisht kjo shoqëri është në kushte klinike, është një shoqëri për spital. Është një shoqëri ku dhuna është instrumenti i vetëm nëpërmjet cilit njerëzit përpiqen të zgjidhin problemet. Dhe në këtë kuptim, këto janë logjike, janë pasojë logjike e kushteve ekstreme të një shoqërie të pashëndetshme psikologjikisht. Shiko, këtu ka probleme të mëdha, qoftë në marrëdhëniet në çift, qoftë në marrëdhëniet në familje, qoftë në çështjet e edukimit. Familja është e tronditur, është drejt shkatrimit, them unë. Sepse nuk ka një familja ka humbur pustullën. Në familja kush nuk di çfarë do të bëj dhe si do të bëj. Dhe mbi të gjitha njerëzit nuk dinë të bashkëndajnë mjedisin shoqëror, të bashkëndajnë familjen. Nuk dinë të bashkëjetojnë, nuk dinë të sakrifikojnë dhe të kontribojnë, po secili ka egoizëm dhe përpiqet të shojë nga e vetja. Dhe në momentin që nuk i del e vetja, ai mund të bëjë gjithçka. Këto them unë janë për të vënë në vëmendje, sepse shoqëria ka nevojë të reagojë, nevojë që të ndryshojë, të japë një kuptim mbi sjelljen, mbi rolin e gruas, burrit, mbi mënyrën se si duhet mbërtuar familja, mbi mënyrën se si njerëzit duhet jetojnë mbi të gjitha. E parë, e dyta, dhuna është një mjet i cili për shoqërinë tonë është i vetmi mjet zgjidhje. Dikur kam pasur pushkën te Oxhaku dhe ajo ishte mjeti që bënte linkin, pra është përcënimi. Sot është pushka është diku, por pra vazhdon të pushka mjetin nëpërmjet cilin ne zgjidhim problemet. Sepse jemi shoqëri që nuk kemi kultivuar arsyen, nuk dim të jemi qenë të arsyeshme, të logjikshme, nuk dim të komunikojmë, të bashkëndajmë problemet me logjik, të ulem, diskutojmë dhe të zgjidhim. Pastaj krimi është dhe instrument i kultivuar nga një shoqëri që 50 vjet është kultivuar me dhunën, me edukimin nëpërmjet rrahjes, me armiqtë e popullit që i zbulonte partia, pra është gjak kjo, është e kultivuar dhe dhuna tek shqiptarët nuk shihet si problem, nuk shihet si diçka e keqe. Po, jemi okay. Nuk e di a dëgjoj mirë në studio ose këtu më vjen çik zëri. Ti dëgjoj shumë mirë. Okej. Tela? Ti e ke pamundur të japësh videon që ta shoh publiku, se është e rëndë, por gjaktësia e tij të bën përshtypje në gjithë këtë histori. Pra koha që është dashur ta mendoj tani do vras gruan dhe kalojnë sekonda, ja. Do kalojnë sekonda. Largohe. Ja, kjo është pamja. Largohe. Pra, mjafton. Gjithë kjo periudhë është koha që ai mendon, shef, ka njerëz jashtë ta shohin, ta dëgjojnë, merr çiften kthehet në shtëpi dhe e vret. Gjithë kjo pjesë ta acaron, sepse kishte kohë ta mendonte që edhe s'duhesh bër ajo që kishte në mend ta bonte. Tjetra që është shumë e rëndësishme është periodiciteti i këtyre vrasjeve. Ne prej vitesh kemi bilance shumë të rënda të vrasjes së grave dhe mentaliteti sigurisht që është pika thelbësore në këtë histori, por fakti që reagimi i shoqërisë është direkt kur ndodhin ngjarje të tilla është emergjent, është i prekshëm për ata që e kanë bërë vrasjen, por me kalimin e kohës shuhet ky lloj reagimi dhe ti dëgjon vrasjen e radhës dhe çdo vit bilancet vetëm rriten, pavarësisht se masat e marra nga qeveria në kodin penal, rritja, çuarja deri në burgim përjetshëm, përsëri duket që reagimi nga këta individ është qartë, çuditshëm. Pra, ky person kishte kohën të mendonte që do vras gruan dhe do më shkojë gjithë jeta në burg. Të shkojë dhe e bëri krimin. Kjo është ajo që ta acaron. Pra një talibanizmi, se ne themi mburemi shumë për gjitha, por ne ku di unë, do me thëmë vetëm të ne më ndodhin. Vrasit të tjera... Se në ndodh një vetëm, ka njësë së mund që e më bëjnë për botë, po tani ky shikoj. Ky fytyrë, deri tani dhe kryen aktin më... Në Itali në fqinje ndodh ky fenomen. Ndodh, pra burrat vrasin gratë, dhunohen gratë,
por është popullsi 70 milionëshe. Dhe ngjarjet her pas here ti i dëgjon, i lexon atje, kronikën e zezë kanë shumë preferuar në Itali. Por periodiciteti me cilin ndodhin këto lloj krimesh në Shqipëri, është kjo është të jashtëzakonshme. Le të shkojmë në një moment tjetër që është po i kësaj natyre. Dhunë barbare mes adoleshenteve. Vajza 17 vjeçare. Një video të rënditëse qarkulloi në rrjetet sociale, edhe këtë s'mund ta përdorim, ku një 17 vjeçare dhunohet nga bashkëmoshataret, e kanë thirrur dhe e kanë torturuar në mënyrë barbare. Edhe me simbole kështu, kanë patur simbolet Kalashnikovit në përduare në për këto. Zonja Lala tani si ka ndodhur kjo ngjarje? Pas publikimit, çfarë ka ndodhur me këto vajza? Tani duhet të sqaroj që janë 3 protagoniste të cilat dyshohen për ushtrimin e dhunës barbare ndaj një 17 vjeçare, 2 prej cilave janë 15 vjeçare, ndërkohë njëra është 19 vjeçare. Pra është në moshë madhore. Patjetër që skena është tronditse, vajza e dhunuar çuditërisht nuk reagon në asnjë moment. Do kisha preferuar si nën edhe si grua që ajo video mos të publikohej, por ndoshta ndonjëherë raste të tilla mund të shërbejnë dhe mund të vënë Këto janë në interes të opinionit publik shumë, e kupton? Por problemi dhe kur një ngjarje është shumë, me sa di unë tani nga gazetaria dhe nga këto, nga që kur është shumë në interes publikut, ato deklarohen. Por video është aq tronditse sa unë mendoj që ne kemi vrarë e rivrar atë vajzën që ka psuar aktin traumatik të dhunës. Tani në datën, pra se ngjarja nuk është e ditëve të sotme, është gati thuajse një muaj përpara. Vajza 17 vjeçare është thirrur nga 19 vjeçaria, nuk besoj se ka nevojë për emrat sepse normalisht janë të mitura dhe është problematike. Është thirrur në banesën e saj dhe atje 2 e kanë dhunuar dhe një tjetër ka filmuar të gjithë aktin. Ajo nuk e ka rrëfyer, pra ka shkuar në spital, ka marrë ndihmë mjekësore, nuk e ka rrëfyer fillimisht, por akti i dhunës ka qenë aq i fortë sa një moment është dorëzuar dhe bashkë me nënën e saj më pas ka bërë edhe kallëzimin në polici. Me sa duket reagimi ka ardhur shumë i fortë pas publikimit të videos, sepse ditën e sotme kemi dhe pezullimin e një zyrtari policie në lidhje me këtë ngjarje, ndërkohë që njëra nga 15 vjeçare, dhe ky është një alarm tjetër dhe problematik tjetër, rezulton me kartel mjekësore dhe rezulton me problematika të shëndetit mendor, pra vuan nga skizofrenia. Dhe institucionet kanë patur informacion prej një kohe dhe për shkak të diagnozës që ajo ka, do duhet të ketë institucione ose ambiente të riedukimit, sepse ne nuk kemi as institucionet specializuar për këtë çështje dhe kjo është një tjetër këmbën alarmi. Pra është e diagnostikuar me skizofreni dhe qëndronte në shtëpi dhe ka dhunuar edhe nënën e vet. Dhe vetëm pasi ka dhunuar nënën në mënyrë barbare dhe pas denoncimit të nënës, ajo është arrestuar. Problemi është që për shkak të kushteve shëndetësore, pra për shkak problematikave të shëndetit mendor, ajo është dërguar përkohësisht me masë mjekësore. Çështja është që në Shqipëri pa videon ato mund t'i kemi fotot e këtyre një vajzave. institucion të specializuar për t'i mbajtur raste të tilla. Jo video, fotot. Raste të tilla. Pra masat mjekësore maksimumi mund të zgjasin deri në 1 vit dhe ato lirohen. Pra kjo problematik ka të bëj me familjen, ka të bëj me shkollën, ka të bëj me mënyrën se si po rritet brezi, pra nuk e ka në dorë nëna dhe babai apo mësuesi, por është TikToku, është Facebooku, është Snapchati, janë rrjetet sociale, është teknologjia e tjera me radhë. Mos është edhe një çik droga? Është patjetër, ndoshta edhe konsumimi i lëndë narkotike, mjafton shikoje duart e vajzave që kanë tatuazh dhe besoj është tatuazh i përhershëm me armë zjarri. Pra aty kupton se çfarë brezi i ri, i frikshëm dhe problematik po rritet. Pra ne nuk mund të fajsojmë sot vetëm familjen apo vetëm shkollën. Ka një sër problematikash dhe një sër çështje që duhen diskutuar. Tani, ne kemi marrë dhe kemi folur për 2 15 vjeçare. Njëra është e diagnostikuar me skizofreni dhe normalisht nuk duhet të ishte as në shtëpinë e vet, as duke dhunuar një vajzë tjetër, po do duhet të ishte nën kujdesin e mjekëve të specializuar dhe të jepej trajtimi i duhur dhe i specializuar. Por në Shqipëri harxhohen ja 4 milionë ca euro për një koncert, ndërkohë që ne nuk kemi, jo s'është përqeshur, është realisht për të vënë kujën sokole. Disa raste kemi
që janë persona që vuan nga skizofrenia dhe janë të lirë rrugëve të Tiranës apo rrugëve të Shqipërisë? Pa fund. Dhe ke pafundësisht, zoti Rakipi, vetëm përpara SPAK-ut vinë pafund njerëz të smur me skizofreni dhe unë e Gjevahiri jemi dëshmitar Kërkojnë zgjidhje dhe pretendojnë zgjidhje në SPAK sepse ore po të them vinë persona Probleme shëndetësore? Për çdo problem që kanë. për çdo problem shkojnë në SPAK dhe ata të cilët janë me probleme skizofrenie vinë dhe përtasin përpara SPAK-ut dhe ka një numër të lartë personash. Ka një problem tjetër ligjor. E kupton? Dhe ne ndërkohë si shtet, pra qeveria shqiptare për një Këta në SPAK koncert. e kërkojnë zgjidhjen. Po tani nuk Përveç politikanëve. Po jo më i madh tani se mo po ma biti me këtë se përveç politikanëve që ke kërkojnë aty. Ke vjetra raste që vinë me problematika të karakterit mendor që vinë përpara SPAK-ut. Pra e kupton, ne nuk kemi një institucion të specializuar për t'i trajtuar këto personazhe. Si ishte roli i policit në këtë histori? Atëherë, sa i përket rolit policit, 2 nga vajzat e kanë kontaktuar oficerin e policisë dhe janë ofruar duke joshur fillimisht edhe seksualisht. Punonjësi i policisë ka thënë që dhe i kanë kërkuar të pushojë dhe të mbyllej çështja. Ai ju ka thënë që nuk mund të vijonte ta bënte një gjë të tillë, nuk ishte në targetin e tij, megjithatë fakti që ka mbajtur kontakte, pra komunikim me vajzat, është konsideruar kontakti papërshtatshëm dhe për këtë arsye është pezulluar. Ai është babai 2 fëmijëve. Ai iku dhe polici shkret thotë. Është pezulluar dhe një punonjës policie. Pra ta thash që në krye të herës. Për shkak të shkarkuar fare. Si? Është shkarkuar nga Jo, është pezullim, sepse normalisht duhet hetohet edhe duhet shkojë deri në fund. Por çështja është, nuk duhet parë vetëm tek akti i dhunës është tronditës dhe është absolutisht shumë i rëndë, por duhet parë kjo ngjarje në shumë dimensione. E kupton? Domethënë, edhe institucionet që nuk kanë reaguar. Si është e mundur që një vajzë e vogël me skizofreni, është 15 vjeçare, më vjen shumë keq që është në ato kushte, por nuk ka marrë trajtimin e duhur mjekësor. Pra në këtë vend nuk funksionon asnjë hallk. Dhe ne kemi mbritur në këtë pikën që një vajzë e pambrojtur dhunohet barbarisht. Dhe dhunohet barbarisht sepse njërësi ishte shkrepur në kokë që ti ke parë të dashurin tim. Pra kaq është. Kjo është zanafilla, këtu fillon dhe këtu mbaron. Akti i dhunës, edhe mos merre vesh shkur, por xhirimi i aktit të dhunës dhe shantazhi që atë akt të dhune do ta hedhin në rrjetet sociale për ta bulluar në vazhdim minorenën tjetër, kjo është pjesa e rëndë e kësaj historie. Mund të ndodhin dhunime të tilla shumë dhe ne si marrim vesh, nuk i dim. Por fakti që e xhirojnë vajzën dhe duan me këtë xhirim t'i bëjnë shantazh asaj që kush e di si mund ta përdonin më pas atë video, kjo është pjesa që për këtë kërkohet reagim, sepse një vajzë me Kalashnikovin në krah, që shkon normalisht në mësim, dhe askush nuk reagon në atë shkollë, kjo është një pikë pyetje. Një vajzë me kalash në krah të vizatuar, me sjelljet të cilat i kanë treguar më pas, në një mjedis në Fier, në zonën ku jeton, dhe nuk ka asnjë reagim nga milionat që marrin shoqatat, bashkia, institucionet. Pra po, është problem i shumë institucioneve, Tela. Një familje që le vajzën në Fier dhe ikën në emigracion dhe vajzën e rrit gjyshja, një familje tjetër ku babai ka dhunuar nënën dhe është divorcuar dhe pastaj vajza ka parë babain që dhunon nënën dhe dhunon dhe ajo nënën, këto janë problematikat reale të shoqërisë shqiptare, të cilat patjetër që ka nevojë që dikush t'i qëndrojë pranë. Dikush, bashkia ka institucionet e saj, policia ka institucionet e saj, shkolla ka institucionet e saj, dhe gjitha këto mos ngjerret vetëm te familja, se ne themi familja ka pajtë. Kalojmë te Mërtiri. Zoti Mërtiri, edhe këto janë skena që nuk ndodhin në prerë të parë në Shqipëri. Si e shpjegoni ju, jo vetëm këtë rast, por këtë fenomen të dhunës të rinjt shqiptar, te kjo moshë, është e dendur. Çfarë ndodh? Këtu problemet mendojnë edhe më të mëdha, sepse lidhen me problemet e edukimit, por edhe me kulturën e të rinjve. Shiko këtu e para njëherë fakti që dhunohet një vajzë, por dhe xhirohet, tregon një gjë që në mjediset ku këta të rinj frekuentojnë, dhuna ekspozuar konsiderohet si vlerë. Ato ekspozojnë dhunën për të krenuar në fund adoleshentëve të tjerë. Dhe kjo është i tmerrë me vete, sepse pyetja që shtrohet tu është cilat janë vlerat që ushqen kjo lloj rinie në mjediset e tyre i larg syve të
të prindërve apo të mësuesve apo të tjerëve. Këtu tregohet që këta po rriten me idenë që dhuna është vlerë. Pra nëse unë rrah dikë, unë bëhem i fortë, bëhem i fuqishëm dhe bëhem i respektuar në sy të tjerëve. Dhe kjo për mua është e tmerrshme sepse në vend të ushqejmë fëmijët apo të rinjt me vlera të tjera, me mësimet, me njerëzillëkun, me edukatë e tjerë, do thotë që fëmijët nuk na pyesin fare në këtë aspekt, por kanë krijuar mikrokulturën e tyre ku i respektuar dhe i vlerësuar është ai që është i fortë dhe ka fuqi për të dhunuar të tjerë. Nga ana tjetër është pyetja ku janë institucionet këtu, do thënë kush e konstaton këto, kush i kontrollon ka fëmijë apo të rinj, kush i ngres qetësimin për këta, sepse nuk është ata i ushtrojnë këta dhe bebas bojnë pa e ditur kush. Unë besoj që këtu ka indiferencë të thellë në shkollë, në familje, kudo dhe kjo pastaj bën që fenomeni të majicat dhe ne diskutojmë vetëm kur shpërthet. E njëjta gjë ndodhi në shkollën Fanoli, ku vra një fëmijë që filloi shoqëria të diskutojnë për këtë. Dhe problemi jonë është që na ndodhin problemet, na vriten fëmijët, diskutojmë, vazhdojmë deri në vrasjen e fëmijës së ardhshme. Ky është problemi i shoqërisë që nuk do t'i kuptojë, t'i njohë dhe t'i zgjidhë problemet. Po ka të tjera është e shqetësuar në ato problemet tona të përditshme, që ju thoni duhet të ishte patjetër që një fëmijë skizofrenik duhet të ishte në kujdesin e mjekëve. Problemi është që shoqëria është skizofrenike dhe e prodhon këtë lloj fenomeni. Po në rastin konkret duhet të ishte në institucion të posaçëm mërtiri. E kupton sepse një fëmijë 15 vjeçar që shkon dhe kryen një akt të tillë, dhunon një vajzë 17 vjeçare, shkon dhunon nënën në mënyrë barbare. E kupton, ajo mund të ketë dhunuar dhe të tjerë. Dhe ne nuk kemi një institucion, më thuaj cili është institucioni i posaçëm për trajtuar këtë lloj kategorie, kemi zero. Na ka nevojë Shqipëria për shkolla riedukimin. 4 milion euro për një koncert, se këtu është të vësh duart në kokë. Ndërkohë që unë nuk mund të demonizoj një 15 vjeçare e cila... Ore, kemi një shkollë riedukimin në Shqipëri. Po nuk kemi po nuk është vetëm riedukimi, rasti konkret nuk ka të bëjmë me riedukimin, ka të bëjmë me problemet të shëndetit mendor, zoti Rakipi. Ka nevojë për trajtim të specializuar mjekësor. Se të smura ishin të treja këto? Po njëra prej tyre, por nuk mund, se ka një problem shumë të madh, jo të treja. Njëra nga vajzat është me skizofreni, nuk dua ta amnistoj, por jemi përpara një rasti. A kemi në një institucion specializuar për ta dërguar, e disa raste që duan t'i trajtojnë, i dërgojnë spital psikiatrik maksimumi 2 javë dhe dalin sërish në rrugë, që është sërish potencial për të kryer, madje shumë 2 javë, të kryen krime të rënda, më të rënda të shkoj deri në vrasje? Si do rritet ajo vajzë? Më falë Sokol, të kërkoj shumë pjesë. Si do rritet ajo vajzë? Kush do kujdeset? Ajo ka dhënuar nënën. Ka dhënuar nënën. Nesër nëna, nuk e di, mund të jetë jetime nesër, uroj të jetoj 200 vjetë, po mund të vdes nëna. Kush do të mbaj ato fëmijë? Do shkoj 20, do shkoj 30, mund të kryej vrasje nesër. Pra problemi është më i thellë, akti i dhunës është i tmerrshëm, gjitha ato problematika që përmend mërtiri janë absolutisht të drejta. Jodi, nëse më dëgjon, problemi tjetër është këtu. Cili është institucioni që është përgjegjës për qenin e saj jashtë, dalin e saj jashtë. Këtë duhet ngrihet në media, domethënë se njëri të murë në këtë nivel, i cili është i konstatuar dhe i diagnostifikuar me sëmundje, i lihet jashtë. Pra, do të thënë, nëse ai është i diagnostifikuar me një nivel skizofrenie i cili nuk mund të rrihet, pra duhet të jetë në kontroll, atëherë duhet të zgjojnë që të ketë një përgjegjës për këtë. Qoftë spitali, qoftë policia, qoftë dikush tjetër. Nuk e di se kush, pastaj se duhet të njohim dhe ligjin për këtë. Por institucionet duhet të ishin vepruar. Dhe fakti që nuk veprojnë janë ata përgjegjës në krim pastaj. I lihet deri 18 vjeç e vendos familja dhe po të ketë probleme shëndetësore. Pra, deri 18 vjeç ligji... Jo, kështu e ka ligji. Nuk them pse kujt... Në Shqipëri ligji është i tillë. Deri 18 vjeç për çdo sëmundje të shëndetit mendor, familja vendos pastaj është dhe mjekimi kuptohet periodik. Nuk e di si ka ligji se nuk jam ekspert i ligjit të pikë, por mua më duhet jo logjike, fëmijët, por prindit mund të jenë të përgjegjshëm, prindit mund të jenë smur për vete. Domethënë nuk mundet, sidomos fëmia, ti dihet në dorë njerëzve që kanë përgjegjësi të duhura. Nëse mjeku ka një diagnozë, ai duhet të mbulë në institucione përkatëse që ajo të marrë trajtimin e duhur dhe kjo
të kuptohemi që skizofrenia nuk është një sëmundje e cila të shoqëron në çdo moment. Skizofrenia ka minutat e veta, ajo shkon në shkollë, është në rregull kur e kap skizofrenia, nëse s'do me i pi ilaçet është problemi i saj. Tani e zëm se ajo, aty janë dhe dy të tjera, mos ja lëm, unë do të them një shifër. Në një moment kur se nga jo, duhet të them këtë, sigurisht që jo të gjithë skizofrenët janë në kushte për të mbajtur të izoluar apo këtë nën kujdes shëndetësor. Ka nivele ndryshme, ka gjendje ndryshme dhe është mjeku që e vlerëson kush është i rrunshëm agresiv dhe kush jo. Por fakti që kjo ka pasur sjellje të përsëritur agresiviteti, ka një përgjegjësi institucionesh, domethënë nuk mund të kalojë kjo kaq kollaj. Nëse nuk e di fiks do të sjell një, e kam dëgjuar në një moment ashtu si ky shqetësim në vrasjen e fundit që një burr vrau gruan në një fshat Korçës, vajti dhe Renea, tentoi t'i vriste, ishte me problemet shëndetit mendor, ishte jashtë diskutimit, e gjithë media ngriti retorikën pse nuk ishte i shtruar në spital. Dhe në këtë moment, drejtoresha e shëndetit mendor në Korçë tha, në qarkun e Korçës kemi 3200 pacient ambulant të problemeve me shëndetin mendor. Kur ka Korça 3200 pacient ambulant të shëndetit mendor, aq është kapaciteti i gjithë i spitalit Nën Teresa. Më ka bërë shumë përshtypje që ajo tha, jemi në një... Po, dakord, po nuk janë të gjithë të rrezikshëm, nuk janë të gjithë, ka nivele dhe nivele. Nëse një person ka dhënë prova që është dënues, që është agresiv, që është i rrezikshëm, nuk mund të trajtohet njësoj si tjerë. E para, e dyta, prap shteti ka fajin, nëse janë 3000 duhet gjejmë mjetet. Nuk është justifikim. Domethënë shteti duhet të investojë sepse ka bëjë me shëndetin e sigurinë e policisë. Pse janë në atë gjendje, sidomos në Korçë, atë di fare mirën. Janë të varfër, jetojnë në zona pothuajse si asket, asketizmi këtë gjë të sjell problemet shëndetit mendor, ka problemet të theksuara ekonomike në çdo fshat të Korçës, mund të prodhojnë, janë të vetmit që prodhojnë në bujqësi, në pjesën më të madhe, nuk e shesin dot për shkak të gjithë korrupsioni që ka Ministria e Bujqësisë dhe për shkatrimin që i ka bërë fermerit vendas në... Domethënë, shkaqet pse erdhën deri aty mund të jenë sociale dhe çdo gjë. Unë doja ta ndaja në përgjegjësinë që mban shoqëria dhe në përgjegjësinë që mbajnë institucionet mjekësore. Mjekësia në këtë vend mund të ketë shumë probleme, te kjo nuk ka ku shkon sepse numri atyre që janë me probleme. Xhabina, dhe të konkludojmë te kjo pjesë se kemi 2-3 momente të tjera. Kemi dhënë bisedës një... Jo, vazhdo, se nuk duhet të... Po, jo, vazhdo, mbaroje që të je larg. Nuk duhet të them dhe një të fundit, domethënë në lidhje me këtë. Shteti nuk duhet veprojë vetëm kur ku ndodh problemi. Nëse janë 3000 raste, do të thotë që kemi bënë një fenomen. Dhe një shteti i përgjegjshëm bën politikë parandaluese për fenomenet. Për shembull, një prej politika që mund bëjë shteti është të bëjë të marrë në shkolla, të marrë themi, kalojnë në vizitë të fëmijët nga aspektet shëndetësor, nga shteti mendor, pra shkojnë në shkolla, pra duhet punuar si masë preventive ndaj fenomenit, pra duhet punuar në aspektin profilaktik, përpara se të ndodhin fenomenet dhe pastaj ti si menaxhon këto. Mirë, po problemi është se nuk i ka kush në vëmendje këto. Ne kemi hallet të tjera, ne kemi hallin e koncerteve, të traktisë dhe ku dëgjohen bullalliqe të tjera për të cilët derdhin miliona dhe nuk kemi para apo vëmendje apo institucione për të pasur një vend dhe një shtet normal. Ky është problemi të vënd. Zoti Mërtiri, falenderoj shumë. Faleminderit për kontributin, pendimin dhe mirupafshim në studion e emisionet e ardhshëm. Falenderoj dhe unë, Krejsi. Ajo që... Faleminderit pra. Falenderoj dhe unë, Krejsi. Të falenderoj, tha. Faleminderit, të natën e mirë bashkë. Ajo që duhet kuptojmë është që kjo nuk është një ngjarje ditëve të fundit, është një ngjarje disa javë më parë. Dhe mamaja e vajzës së dhunuar ka ngritur pretendimet që nuk është hetuar siç duhet nga ana e policisë. Dhe në faktin që ne kemi një, po them, policë të
përfshirë në këtë ngjarje dhe të larguar nga radhët e policisë më pas, tregon që pretendimi familjarëve të vajzës qëndron, dhe kam përshtypjen që këtu nuk jemi pastaj në një situatë që ka të bëjë më shumë me shëndetin mendor të vajzave të cilat janë të përfshira aty. Sigurisht që njëra prej tyre ka probleme, por dy të tjerat janë, njëra prej tyre është majorene dhe dy të tjerat kanë përgjegjësinë e tyre, dhe ndoshta kjo mbetet për të parë se në çfarë rangu përgjegjësisht shkojnë të treja vajzat. Por unë i mshoj faktit që roli i policisë është ky që ka qenë, me pretendimet e familjarëve që nuk është hetuar siç duhet. Kemi një polic i cili është i shkarkuar dhe ka pasur komunikim me autorët e kësaj ngjarje, madje në informacionin që unë kam, vajzat i kanë bërë shantazh edhe këtij polici, duke i thënë që mund t'i publikojnë edhe mesazhet me cilat kanë shkëmbyer me njëri tjetrin, dhe kjo tregon që se ku ka qenë niveli e hetimit në këtë histori. Pastaj se ku qëndron, po them, pesha e shëndetit mendor e njërës prej vajzave dhe pesha e vajzave të tjera e dy tjerave të cilat kanë qenë koshente për veprimet që kanë kryer, kjo mbetet për tu parë, por kjo është një ngjarje e cila është zhvilluar një muaj më parë dhe kam përshtypjen që policia, prokuria e Fierit dhe të gjitha institucionet që kanë pasur rol në këtë histori duhet ta kishin zbardhur dhe duhet kishim, po them, për një muaj duhet kishim një raport të saktë se cili ishte roli i secilitit. Gjevi, se nuk e që asnjë presë asaj çfarë the, por në atë analizën që unë bëra, përmenda që nga familja, që nga shkolla, institucionet, pra dhe në vazhdimën e gjithë këtyre që unë përmenda dhe analizova, mendoj që edhe pjesa e shëndetit mendor duhet trajtuar. Sepse ne merremi me këtë rastin që mori një peshë më shumë se ç'duhet në emision po thua, apo në përgjithësi. Patjetër që akti është shumë i rëndë. Patjetër që akti i dhunës është shumë i rëndë, por nga ana tjetër ne kemi dhe, sepse duhet ta nisim që nga gjeneza. Këto vajza shkojnë në shkollë, ka patur një sinjalizim çfarë sjellje kanë, ka një psikolog shkolla, një oficer, sepse ka oficer në shkolla apo jo. Familja ka pasur në një ankesë. Pra është aq shumë e lidhur zinxhir dhe nuk bëhet fjalë për një fenomen. Ka pasur një ankesë pasi ndodhi ngjarja, sepse është familja e vajzës së dhunuar pasi ndodhi ngjarja. Po ndërkohë, nëna e vajzës që kishte probleme të karakterit mendor është dhunuar në mënyrë të vazhdueshme nga e bija. Dhe ajo ka heshtur, e ka pranuar këtë si normalitet. Pra çfarë dua të them me këtë është që kjo ngjarje duhet të na shqetësojë në të gjitha dimensionet. Se këtu ti ke psikologun e shkollës ka reaguar të thotë që këto vajzat kanë prirje të dhunshme, ka patur raste të tjera në shkollë. Një psikolog shkolle ka 300 zënë, nuk ka një klasë. Gjitha këto janë probleme që duhen diskutuar. Pra, ne nuk mund të dalim vetëm të një episod. Nëse ka patur mungesë të hetimit nga ana e policisë, dhe unë mendoj dhe kam dyshime të forta që policia nuk ka reaguar dhe reaguan vetëm pasi doli video në publik. Pra pasi u publikua. Kjo është edhe më e rëndë dhe patjetër duhet ketë ndëshkime dhe në radhët e policisë. Por nga ana tjetër ne nuk mund të lëmë të harrojmë këto fenomenet e tjera. Në këtë histori bie bara më e madhe për shkak të videos të publikuar, por nuk është përgjegjësa kryesore. Sepse edhe fakti që video ka dalë është një shqetësim vete, sepse është cënuar dinjiteti i një vajze të dhunuar. Por ngjarja bëhet publike, mëson edhe dinamikën e saj. Dhe në rastin konkret, këto 3 vajzat ishin personazhe të njohura në rreth. Në këtë kuptim është ideja pse s'ka reagim, se nuk ishte një ngjarje e papritur që nuk i njihnin personazhet ose nuk e pritnin nga ata personazhet dhe mund të diskutohet. Ishin personazhe të njohur për veprimtarinë e tyre, ishin grup bashkë dhe ushtronin këtë veprimtari në ditët në vijim të shkollës. Prandaj thuhet që pse nuk ka reaguar shkolla, pse nuk ka reaguar institucioni përgjegjës për këtë punë. Policia është në rastin konkret për ngjarjen konkrete dhe për vijshmërinë e saj. Po më parë, do kanë qenë vajza që frekuentonin shkollën, që frekuentonin zonën, lagjen, mjedisin, prandaj kërkohet përgjegjësia atje. Okej, ikim nga ky moment, sigurisht janë ngjarjet që shoqërojnë jetën tonë në përditshmëri, fatkeqësisht në përditshmëri, dhe ne jemi detyruar që t'i marrim ato, t'i konsiderojmë dhe të përpiqemi të bëjmë në një analizë si ku se u përpoqëm. Kalojmë në një pikë tjetër që mendova që mund të jepnim një farë hapësire. Çfarë është së paku
6 muaj pasi ka qenë në krye të SPAK-ut, çfarë është SPAK-u i Klodion Brahos? Sigurisht kemi parasysh të, po e themi në mënyrë figurative, SPAK-u i Brahos, sepse ai që është kryetari, por kemi parasysh autonominë e çdo prokurori në vetvete, apo jo, Lala. Pra, Klodion Braho mori detyrën si kreu i SPAK-ut rreth 6 muaj më parë. Si ka qenë SPAK në drejtimin e tij? Si e mendon ti tani? Në drejtimin e Klodion Brahos? Po tani sa i përket krimit organizuar, patjetër që ka pasur disa goditje të rëndësishme dhe të grupimeve kriminale. Dhe ne kemi diskutuar, kishte të bënte me grupin e Artur Shehut, Alfredo Hamzaj dhe Luciano Koçekut, që ne kemi trajtuar, shkojnë në miliona euro sekuestrimi i pasurive, një skem masive të tërsimit të pronave, trafiku i drogës, u zbardh për herë të parë edhe takimi i Arubës i përfolur dhe i shumë diskutuar. Kishim po ashtu edhe organizatën kriminale të drejtuar nga Shpëtim ose Salvadore Aliu, që u shoqërua edhe me arrestim biznesmenësh, edhe me kontrolle në resorte luksoze e tjera me radhë, edhe në shkojnë në miliona euro pasuri e sekuestruar, na tregoj fuqinë e grupimeve kriminale. Më herët kemi patur grupimet e Vlorës të cilët janë goditur nga ana e SPAK, por 2 momente do të ndaja tek zoti Braho, si unë e kam parë dhe çfarë në fakt ai do duhet bëjmë më shumë. Që me ardhin e zotit Braho, ne nuk kemi parë goditje në radhët e zyrtarëve të lartë. Pra rasti fundi që është kërkuar një arrest ishte rast dhe u rrëzuar nga mazhoranca ishte rasti i irzëvendës kryeministres Belinda Balluku, po që nga ai moment ne nuk kemi parë të kemi një zyrtar qoftë të rolit të mesëm apo të nivelit të lartë që të jetë hetuar dhe arrestuar apo vënë në mas sigurie për veprën penale të korrupsionit. Edhe mendoj që duke qenë se zoti Braho e kishte në platformën e tij përpara KLP-s kur prezantoi pra konceptin e tij se si do ta drejtonte institucionin, ai tha që prioritet në drejtimin, pra në kohën që unë do ta drejtoj SPAK, do të jetë lufta kundër korrupsionit. Dhe me thënë të drejtën, në situatën kur Shqipëria është dita e 40 që protestohet në bulevardin kryesor në Tiranë, bëhet kërkesë për largimin e zotit Rama, Raman Burg Berisha Burg thritet gjatë gjithë kohës në 40 ditë me radhë, dhe mendoj që në një farë mënyre fokusi i SPAK-ut për momentin do duhet të jetë korrupsionin radhat e zyrtarëve të lartë. Dhe patjetër në këtë drejtim do të isha interesuar për të parë qasjen e zotit Braho dhe mënyrën se si ai do ta shohë këtë pjesën e korrupsionit dhe sa do të arrijë ai të shkojë në goditjen e zyrtarëve të korruptuar. Dhe momenti i dytë ka të bëjë pikërisht dhe që unë kam një lloj kritike edhe pse zoti Braho si prokuror e vlerësoj sepse ka patur rekorde shumë të mira dhe mendoj që ishte potencialisht kandidatura që ta merrte drejtimin e SPAK sikurse ndodhi, por ka të bëjë me komunikimin publik. Mendoj që vetë zoti Braho në situatën ku është vendi dhe për shkak se prokuroria e posaçme mendoj që ka pjekurinë e duhur si institucion, se tani jemi në vitin e 7 të krijimit dhe të funksionimit të këtij institucioni, do duhet ketë një tjetër qasje publike. Patjetër që për prokurorë shqiptar është shumë e vështirë për të komunikuar me publikun, ata janë të ngurtë her pas here, por një komunikim për shembull rasti i Zvërnecit dhe hetimi për rastin e Zvërnecit do duhet kishte një qartësi dhe transparencë të plotë nga prokuroria e posaçme. Sepse mendoj që do t'i vlente shumë tepër opinionit publik dhe do të kuptohej shumë tepër sa i përket edhe projektit të Jared Kushner, pa që reklamohet nga dhëndri presidentit amerikan, apo raste të tjera të cilat realisht ka një peshë shumë të madhe në opinionin publik. Dhe mendoj që sa i përket qasjes publike, zoti Braho do duhet të ketë një strategji më të hapur dhe më komunikuese. Pra kështu e kam parë gjithë pjesën e zotit Braho. Deri tani ajo çfarë do të bëj sa i përket goditjes së zyrtarëve të korruptuar dhe pjesa e dytë komunikimin publik. Dhe kur them komunikimin publik, ndoshta për raste të caktuara, kjo ka qenë kritike edhe për zotin Dumani, në raste të caktuara mund të dalë një prokuror, një përfaqësues i prokurorisë dhe të flasë në konferencë për shtyp për çështje të cilat kanë interes shumë të lartë publik. Deri më tani kjo nuk ka ndodhur. Të vetmet raste kanë qenë kur është kërkuar nga partnerët e huaj dhe kryesisht nga italianët dhe në një rast mos gabohem ka qenë nga Finlanda, sepse në asnjë rast tjetër nuk kemi parë prokurorë shqiptar që të dalin me zë me figurë, të bëjnë transparencë të plotë ose të shpjegojnë publikut çfarë ka ndodhur me një rast konkret. Cilat janë çështjet më të bujshme që ka jetuar SPAK dhe vijon të jetoj në drejtimin e Brahos? Po unë i përmenda dy prej tyre, që thash, pra
Edhe një, grupi që lidhet me Artur Shehun, që filloi që nga Zvërneci e më pas shkoi deri tek trafiku i drogës dhe pastrimi i parave, dhe rasti i shpëtim Aliut. Ka patur dhe disa raste tjera, se ka qenë organizata kriminale Pepa më herët dhe ka qenë një kompani shumë e madhe që fitonte edhe tendera publik dhe që bëhej pastrim parash dhe trafik droge, madje në rastin e Pepa Group, antarët e grupit kriminal që ishin 3 vëllezër kryesorët shkonin deri në planet për të rrëmbyer drejtor bankash dhe nga ana tjetër merrnin tendera publik në vlera miliona euro. Ka patur edhe një goditje të Ines Hajrullës, pra të grupit të Ines Hajrullës në Vlorë, por nuk kemi parë raste të korrupsionit deri tani. Por unë mendoj që po, në muajt në vijim mund të ketë edhe goditje në radhët e zyrtarëve të lartë, sepse ka disa çështje të cilat janë në proces e sipër. Po më shumë se kaq nuk mund të them, për shkak se ato janë çështje në zhvillim e sipër dhe që normalisht mund të cënohet edhe hetimi, por patjetër janë veprime që kryen hap pas hapi dhe mund të krijojnë problematika. Tani, s'pak ka patur, së fundmi ka patur goditje mjaft të forta ndaj pastrimit parave të narkotrafikut duke sekuestruar qindra miliona euro. Është një aksion që ka tronditur edhe biznesin për shkak të përfshirjes parave të narkotrafikut i tam në gjithë ekonominë shqiptare. Çfarë kanë prodhuar këto aksione? Sipas jush? Ajo që në fakt do donin të dinin për shkak se dosja ishte 5 vjeçare. Ai ishte dhe doli pak ditë përpara fillimit të protestës. Fiks në kohën në cilën përmendej në atë dosje përmendej dhe Artur Shehu. Ajo nuk kishte lidhje me tokën e Zvërnecit në pikën e vet, por dosja përmendej pikërisht një ndër njerëzit që lakohet më shumë në këto momente. A ishte koha e dur për ta nxjerrë. Transaksioni për shitjen e pronës është i bllokuar. Është tjetër gjë. Domethënë po flasim për dosjen e zoti Rakipi pyeti për dosjen e pastrimit parave në ndërtim. Dhe ai ishte në atë dosje ku përfshiheshin dhe biznesmen të tjerë. Tani dosja ishte 5 vjeçare, ku kishte edhe hetime të partnerëve tanë, sidomos të Belgjikës. Ai ishte ajo si një sinjal për të dhënë një, sepse dosja u duk pak e çuditshme duke përfshirë aty edhe biznesmen të tjerë të ndërtimit që nuk kishin pothuajse lidhje fare me Artur Shehu në atë dosje. Ishte një dosje shumë e përfshirë, me shumë emra të cilët po ti shohësh, ka shumë pandehur, po ti shohësh, janë brenda një procedimi, po nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Për shembull, Shehu në rastin konkret nuk kishte ndonjë lidhje me shtufin e arrestuar apo me ndonjë biznesmen tjetër. Apo edhe ata tjerët që kishin një lidhje me tokën në Palas apo ku ishte ajo. Po, por lidheshin në mënyrë indirekte nga personazhet e tjerë që bënin trafik të drogës. Domethënë dosja është shumë kryqëzoheshin por në një kryqëzim shumë çuditshëm që nuk mund të lidhej në atë lloj forme, por dosja duke që duhet të dilte në atë kohë. Dhe pse kishte ndetur një kohë të gjatë. Në këtë pikë, pavarësisht se doli me kast apo doli pa kast për shkak të zhvillimeve të fundit dhe të tokës në Zvërnec, unë mendoj që ishte koha e dur dhe goditja më e madhe që duhet t'i japim pastrimit parave. Unë nuk jam i gatshëm dhe nuk marr vesh nga ekonomia për të thënë a na duhen paratë e narkotrafikut në ekonomi dhe a ndihmojnë ato, atë janë një motor, këtë nuk mund të dalë dhe a do ishte duke qenë se ato janë futur shumë thellë në ekonomi dhe nëse ne do t'i ndalnim brenda ditës, a do krijonte një kolaps ekonomik në Shqipëri. Kjo pastaj vlen për ata që moralisht dhe ligjërisht nuk duhet të ekzistojnë, dhe për mua ishte goditja më e jashtëzakonshme dhe më me kuptim që kur SPAK ka filluar krijimin e tij. Pavarësisht se ne mund ta kemi mbështetur, të gjitha dosjet e SPAK i referohen vrasjeve të viteve 2015, 2016, 2017, 2018, ndërkohë që nuk kemi asnjë zbardhje të vrasjeve 2023, 2024, 2025, 2026. U morë në këtë lloj forme. Mund të dalim tek aktorë të vegjël të cilët janë penalizuar apo janë gjykuar nga organet e reja të drejtësisë, të gjithë ish kryetarët e bashkive kanë marrë një dënim me kusht, kanë shkuar në punën e tyre, edhe kur kanë dhënë dorëheqjen, pa ndonjë impakt shumë të madh për shoqërinë, u është lënë e drejta, drejtorët të cilët mund të jenë, pavarësisht se ne i konsiderojmë drejtorë dhe jo ministra, drejtorët që mund të kenë vjedh
më shumë dhe janë gjetur me i korupcion më të madh se edhe ministrat, po dhe ata kanë marrë dënime shumë të leta dhe kanë shkuar në punën e tyre. Se pyetja e zotit Rakipi ishte SPAK-u në drejtimin e Krystian Brahos. Sa i përket krimit organizuar dhe pastrimit të parave janë goditjet më të rëndësishme që janë bërë deri tani. Por nga ana tjetër kemi politikan të lartë. Shiko, pra, unë këtë veçanti bëra ose sa këtë u përpoqa të ndaj. Unë i zerova dhe politikanët e lartë, duke marrë parasysh që kjo ishte goditja më me kuptim që SPAK ka dhënë ndonjëherë. Sepse edhe te politikanët e lartë, thjesht ka lëvizur emra, nuk ka lëvizur sistem. Po të them, në akuzën që ka kryetari Bashkisë së Tiranës sot, e ka personale, nuk e ka në asnjë rast një akuzë që thot ndërtimi pa leje në qendër të Tiranës është i palishëm. Jo, thot që ti ke marrë, dyshohesh se ke marrë ca para, por ky ka qenë i lishëm si ndërtim. Pra nuk e akuzon atë për drejtimin si kryebashkiak, e akuzon thjesht duke i thënë që ti ke marrë ca para si rishfet për dhënë dyshohesh se ke marrë ca para. Por në asnjë moment nuk më thot që kjo leje ndërtimit nuk duhet i dhënë, që kjo kulla nuk duhet bërë, që kjo... Paku thot që financimi këtyre kullave është bërë me para drogë, kjo është më rënd akoma. Atë, po pra, financimi. Kjo është i pik tjetër në atë... Kjo është më rënd akoma se sa ajo që thua ti. Ka diskutova në diskutimin tim e thash që kur i ka goditur nuk ka lëvizur sistemin, prandaj doja me dalë te kjo dosje. Kjo ka lëvizur sistemin. Dhe për herë të parë është dosja më me kuptim që i jepet vendit, sepse në këtë mes kemi një lëvizje të sistemit. Mos guxo më të futesh para të pista. SPAK-u është aty. Kurse në rastin tjetër, se iku një ministër, ti nuk e godite sistemin, vjen ai tjetri do bëj të njëjtën gjë. Iku një kryetar bashkie, ti nuk e godite sistemin atë mes. Ti vetëm more emrin e dikujt dhe largove. Për herë të parë, unë shoh që është goditur sistemi në një mënyrë se si janë futur parat, nuk është e nevojshme që ne në një moment t'i arrestojmë mase të gjithë ndërtuesit në këtë vend, sepse duke para të dosje, unë nuk mendoj që një ndërtues në Shqipëri nuk ka futur ndonjëherë para droge. Është absolute që të gjithë kanë punuar me para droge. Tani jemi përpara një kolapsi, a t'i arrestojmë të gjithë? Apo dham vetëm një shembull. Kjo pastaj është në dorën e SPAK, se nuk na pyet ne. Për mua po tisha merri të gjitha dhe mbaro punë në një lloj logjike, por duke parë këtë, kjo është. Dhe duke parë sulmet e fundit, e shoh zotin Bravo që SPAK-u në përgjithësi në drejtimin e tij, duke shkuar po në të njëjtën godin, sepse në të njëjtën godin në Tiranë është edhe kadastra e Vlorës, edhe kadastra e Durrësit, vetëm kadastrën e Tiranës nuk e ka parë asnjëherë. Pra, në 3 dyer që shkon 100 metra nga SPAK-u te rruga Jordan Misja, dera e parë është kadastra Durrës, dera e dytë është kadastra Vlorë, dera e tretë është kadastra Tiranë. Te kjo kadastra Tiranë nuk hyn kurrë. Ngeli vetëm... Ky është korrupsioni. Dhe unë daj thash që duhet ketë pak fort. Aty, po pse kjo kadastra e Tiranës, kjo... Sa i përket të gjitha tjerave tani ne e dim që metri katror më shumë kushton këtu në Tiranë. Dhe këtu... Dhe ndaj duhet ketë prioritet edhe korrupsioni. Nëse mund të them diçka për... Kemi një vrasje tani në Laç. Në Laç. Laç, çfarë ka ndodhur, Klodi? Po, paraprak janë dhënat sepse përmes mesazheve zoti Rakipi ka arritur të komunikojë, bëhet fjalë për një 40 vjeçar i cili është qelluar për vdekje pranë kompleksit njohur si pallatet e Turkut, është vetëm pak metra larg postës policore. Personi është identifikuar si Ilir Lika, nëse nuk gaboj, paktën burimet policore kështu ma ka nisur paraprakisht, por duke qenë se ka 2 fisa aty me të njëjtin mbiemër, duhet të jenë pak e kujdesshme dhe deri më tani ka edhe njoftim zyrtar në këto momente, është Ilir Gjini, i njohur edhe me mbiemrat Likaj, Kokaj dhe Nure, dhe është qelluar vetëm 40 minuta më parë, ka humbur jetën gjatë transportimit për në spitalin e traumës. Pra këto janë të dhënat më të fundit që vinë nga
vëndin ngjarjes, megjithatë derisa të përfundojë emisionin, ndoshta do të kemi diçka më shumë do sa i kemi përket motivit. deri në fund të emisionit, ne do të jo themi nderuar të shikues se çfarë ka ndodhur konkretisht. Nëse mund të vazhdojmë bisedën po njësoj? Bisedën njësoj, po hetimi i politikanëve tani, dakord, ju thotë gjitha këto, për pasimin e parave të gjithë për trafikun e gjitha, ndryrje shumë të forca. Po hetimi i politikanëve, a kemi hetime politikanësh të lartë? Klodi tha, ka rezerva për t'i thënë, tha sepse ruhet sekreti e gjitha, po a kemi hetime politikanësh, si që pam në spakun në ndrejtimin e Dumanit? Po, për shumë një ish ministre socialiste është në hetim aktualisht. Por çfarë do të ndodhë zyrtarisht me të, ne ende nuk e dim. Pra kaq mund të them në raport me të. Por unë sërish kam ngull që për shkak se korrupsioni është gangrena kryesore në vend, do duhet ketë një fokus më të shtuar. Sepse historikisht edhe Prokuroria për krime të rënda dikur dhe SPAK aktualisht ka bërë goditje të qëndësishme sa i përket krimit organizuar dhe goditjet e fundit shkuan dhe më tej një hap duke shkuar tek pastrimi i parave. Por sa i përket goditjes së politikanëve në nivel të lartë, do duhet ketë një fokus të shtuar, sepse ka të bëjë me sistemin dhe unë mendoj që Prokuroria e posaçme ka pjekurinë e duhur, eksperiencën e duhur dhe funksionimin prej gati 7 vjeçar për të shkuar në goditje në niveleve të larta dhe për të prekur atë që është sistemi. Pra për të prekur atë efektin zinxhirëse. Deri tani ne kemi thënë që është goditur grupi kriminal, por nuk janë sekuestruar parat e pista. Dhe ja, 2 rastet e fundit na treguan që po ka kjo është strategjia e re që po ndjek edhe zoti Klodian Brau. Kjo është strategjia që ai po ndjek, sepse ne më përpara kishim hetimin e grupeve kriminale, por nuk shkonim tek pasuria. Këtë të radhë ecim paralel. Dhe kjo është strategjia që ai ka ndjekur. Nëse mund ta përfundoj 2 minuta. Po. Me që e nisa, po them, po. Jo, du të vazhdoj se s'bën. Edhe në këndvështrimin tim, SPAK-u i Klodian Braus, unë mendoj që ende nuk ka filluar, për një arsye shumë të rëndësishme në këndvështrimin tim, sepse gjatë këtyre 3 viteve ne kemi parë drejtimin e kësaj prokurie nga Altin Dumani dhe ne kemi parë që zoti Dumani e ka si drejtues i kësaj prokurie ka futur veten në çdo dosje të rëndësishme të nisur gjatë mandatit të tij 3 vjeçar dhe zotit Brau i bie që të rindërtoj dosjet e tij nga fillimi. Unë kështu e shoh strategjinë e zotit Brau. Sigurisht që aty ka hetime të nisura që para 5 viteve, apo 4 viteve, apo 6 viteve që janë caktuar prokurorëve të ndryshëm, por zotit Brau tashmë i takon që të nis dosjet e tij dhe sigurisht që ai i ka nisur. Ne pam 2 goditje të fundit sa i takon krimit organizuar që në këndvështrimin tim janë të rëndësishme më shumë se sa çdo dosje korrupsioni që është hetuar deri tani nga prokuria e posaçme, sepse i ka shkuar në gjenesë të një problemi që ne kemi kaq vite që diskutojmë, që është pastrimi i parave në ndërtim dhe kryesisht pastrimi i parave të trafikut të kokainës. Sigurisht që zoti Brau gjatë këtyre 6 viteve që ka qenë prokuror i prokurisë së posaçme, sigurisht që ka pasur disa dosje të rëndësishme korrupsioni, por dhe të krimit organizuar që në këndvështrimin tim nuk kanë pasur një sukses shumë të madh. Dhe dua të sjell këtu dosjen 5D, që ajo përfundoi, po them, me arrestimin e drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, por asnjëherë nuk shkoi më lart. Kemi dhe dosjen tjetër të rëndësishme Toyota Yaris, që aty përmendën prokuror të rëndësishëm, ish prokuror, politikan, deputet aktual, por që asnjëherë nuk shkoi më shumë se sa kaq. Por në këndvështrimin tim ky është 6 mujor deri diku i suksesshëm i zotit Brau, por gjithë ne presim që të goditet korrupsioni, por mendoj që këto 2 dosjet e fundit të krimit organizuar kanë qenë më të rëndësishme se cila do dosje korrupsioni hetuar deri tani, se pavarësisht se kemi hetim të korrupsionit madhor gjatë këtyre viteve zoti Rakipi, nuk kemi parë që prokuria e posaçme të shkojë tek parat. Kemi konfiskime minimale dhe kjo është e pranuar vetë edhe nga prokuria e posaçme në raportet e saj. Po Tela? Për te 2 dosjeve të bushme që kanë të bëjnë me industrinë e ndërtimit, ajo që vëre në te SPAK-u është që pjesa më e madhe e dosjeve që kanë të bëjnë lidhje me korrupsionin janë dosje të nisura nga denoncime,
hetimi passhëm i tenderave, zbulimi i aparateve, mesazheve në aparatet celulare apo në kompjutera, dhe pastaj mbledhja e provave për krijimin e dosjeve. Gjëja që më bën përshtypje këto 6 muaj është një pyetje. Është bërë korrupsion këto 6 muaj në Shqipëri? Sigurisht që është bërë. Dhe perceptimi është që korrupsioni shtohet. Atëherë, SPAK-u ka për detyrë të zbuloj korrupsionin dhe njerëzit pushtetarët e lartë në korrupsion. Me që mbaj mend në këtë periudhë 2-3 vjeçare, Klodi mund të më korrigjoj, i vetmi rast i kapjes i zbulimit të i rasti flagrance korrupsioni ka qenë ajo sekretares përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë. Shëndetësisë, që Po, kishte që kapën përgjigje. paranë. Raste të tilla tipike ne nuk shohim. Kjo është një mënyrë për të luftuar korrupsionin. Sigurisht mund të jetë e vështirë gjetja e flagrancës, por kapacitetet që ka SPAK-u, mjetet që ka SPAK-u, patjetër që ndihmojnë dhe rrisin mundësinë që ti të zbulosh korrupsion në flagrancë, sepse kam përshtypjen që në çdo institucion shtetëror vazhdon të ketë korrupsion. SPAK, përtej alibive të mungesës së bashkëpunimit nga policia, nga institucionet të tjera ligjzbatuese, duhet vetë të ketë ajo flamurin e luftës ndaj korrupsionit. Dhe rastet të tilla flagrance të zbulimeve të korrupsionit në tendera, në paranë publike, do ishin një plus për drejtuesin e prokurisë Klodian Braun. Pra, ashtu siç ka krijuar 2 dosjet e famshme në industrinë e ndërtimit, do duhet kishte elemente të tillë, ngjarje të tilla, kapje në flagrancë, të cilat ndihmonin pastaj në të kurrjen e korrupsionit. Dhe në ditët që vinë, mendoni që SPAK gjithmonë jemi te ideja që është një instrument i rëndësishëm i krijuar, por dhe me problematik nën presionin e shumë kujt, sidomos të politikës që e krijoi. Mendoni që SPAK do të jetë në ditët që vinë po kaq këmbgulës e gjitha, po klasa janë politike do të përpiqet ta minimizojë atë dhe ta çojë si të gjitha gjërat e tjera. Si e mendoni? Po, politika do t'i bëjë gjitha përpjekjet, ndaj unë e vë fokusin te rastet e korrupsionit. Sepse vetë momentin kur preket politika, ajo reagon. Përsa ko politikës mund mos i hyjë gjemë në këmbë, nuk ka interes ta kthejë vështrimin nga SPAK-u. Në momentin që preket establishmenti dhe preken njerëz politikës, pastaj fillojnë ato tentativat, jo komisioni Gjafaj, babai i reformës që prish reformën, edhe përpiqet ta kontrollojë reformën. Kështu që ndaj në këndvështrimin tim është fokusi tek korrupsioni dhe duhet jetë, pavarësisht se nuk heq asnjë presje, fakti që 2 dosjet e fundit, unë i kam raportuar vetë, kanë qenë dosje absolutisht qëndësishme dhe ndoshta më të forta sa i përket pastrimit parave. Kështu që në këtë aspekt, pjesa e korrupsionit është një çështje që duhet parë me prioritet. Dhe kjo kritik ka qenë edhe për zotin Kraja në 3 vjeçarin e parë, edhe për zotin Dumani, aq sa bëri, por mund të kishte pasur ndoshta dhe më shumë në këtë drejtim, kështu që pjesa e korrupsionit mendoj që mbetet plagë në shoqërinë shqiptare dhe duhet ketë fokus shtuar sa i përket prokurorisë posaçme. Unë do ta mendoja në deklaratën e fundit, nuk e di sa serioze është dhe a është kjo një qëndrim i Partisë Socialiste, se nuk e kam dëgjuar kryetarin e saj ta thot. Ishte një shkeljes hyri, kam përshtypjen nga Ulsi Manja, ish ministër i drejtësisë, i cili kërkon të rishikohet reforma në drejtësi dhe për të patur ndryshime kushtetuese dhe për t'i dhënë SPAK-ut një mandat të dytë për t'i hequr kufizimet. Kjo do t'ishte një çlirim për të gjithë prokurorët special, sepse do t'i jepte atyre, nëse e meritojnë, kuptohet duke e parë, një vijushmëri në punë 9x2, që do të thotë 18 vjet prokurori SPAK, do të thotë që japi një garanci nëse ata do ta merrnin këtë. Nuk e di se sa qëndron, pra ishte thjesht vetëm një batute rrëshqitur në parlament apo në komision nga zoti Manja, sepse kjo do t'ishte zhvillimi më interesant në Shqipëri, në politikën shqiptare, a ishte kjo një kalim për Partinë Demokratike nëse do të bënte një ndryshim kushtetues sepse qëndrimi i saj ka qenë nuk i jap një mandat të dytë Altin Dumanit si prokuror, ky i fundit në parlament
ka ofruar vetë largimin nga prokuroria speciale nëse politika mblidhet dhe i jep kolegëve të tij një mandat të dytë në SPAK dhe mendoj që ky nëse do të ishte një zhvillim, nuk e di sa serioz është, nëse do të ishte një zhvillim, ky do t'i jepte SPAK-ut një vijshmëri edhe në luftën kundër korrupsionit. Në situatën në të cilën ndodhet, edhe SPAK nuk duket se do sulmoj më shumë në prag tani që është dhe në përfundimin e mandateve. Duhet kuptoj që... Të 9 vjeçarit po thuaj. Po të 9 vjeçarit. Mos harrojmë që edhe 3 vende që ishin bosh atje në gjykatën e apelit, u rezervuan për zonjën Ina Rama ndko për ata që bën vettingun e çuditshëm në Shqipëri, kështu që vendet janë bosh. Fjali, unë nuk shoh mënyrë tjetër përveç të hetimit të korrupsionit, se unë nuk di se si SPAK-u do mund të mbylli dosjen e pronave të ushtrisë, ku gjykata ka dhënë okay dhe ka sekuestruar një pronë siç është Porti i Limionit. Nuk di si do ta mbylli çështjen e inceneratorit të Tiranës, që është një nga çështjet më të mëdha të korrupsionit, dhe nuk di si do ta mbylli çështjen e fondeve të IPARD-it. Unë mendoj që SPAK-u është i detyruar dhe i destinuar për t'i çuar deri në fund këto dosje korrupsion. Me kemi në limite, vetëm një pyetje e shkurtojmë, një pyetje që duhet shumë shkurt, zhvillime nga gjyqi Meta Kryemadhi, kemi në një gjë, çfarë kemi, shkurt fare? Po ishte seancë shumë i gjatë, po vetëm nëse mund ta ndaj, 2 ishin pikat kryesore dhe kulminante, zonja Kryemadhi bëri gjitha parashtrimet e saj për prova bashkë me avokatin, dhe gjithë debati u rrotulluar rreth telefonit të sekuestruar. Dhe zonja Kryemadhi i tha SPAK, ose më saktë i kërkoi gjykatës të mos përdoret si provë dhe të shpallet të pavlefshme të gjitha komunikimet që janë gjetur në celularin e saj, sepse ajo pretendon që është celulari i një deputete në detyrë në kohën që është sekuestruar, dhe pretendoi që SPAK ka shkelur ligjin duke sekuestruar këtë celular pavarësisht se është gjetur pavarësisht se banesa është në emrin e nënës së saj Fatime Kryemadhi. Zonja Kryemadhi shkoi dhe më tej kur tha që nëse ky celular, pra kur ju e kqyrët dhe konstatua që i përkiste një deputete, përse nuk e mbyllët, nuk e ndërpret kqyrjen dhe t'i drejtoheshit kuvendit me kërkesë për leje për të bërë kqyrjen apo për të bërë kontrollin personal. Pra ky ishte diskutimi më i fortë, ndërkohë që gjykata ka pretenduar gjatë gjithë kohës që ky telefon nuk i përket zonjës Kryemadhi, por është gjetur në një ambient që ligji ja lejonte për ta kontrolluar, që ishte banesa në emër të nënës saj. Pra ky ishte debati më i madh që u bë dhe mbetet për të parë çfarë do të theksojë gjykata dhe çfarë do të vendosë gjykata në lidhje me këtë provë, sepse duhet theksuar që pjesa dërmuese e akt akuzës ndaj Monika Kryemadhi dhe Ilir Metës bazohet pikërisht në të dhënat e celularit të Monika Kryemadhi, që duhet thënë kjo dhe aty më pas kanë derivuar edhe hetimet e tjera. Dhe momenti i dytë kishte të bënte me pyetjen e Adrian Shatkut, që me sa duket është edhe emri që ka futur në një konflikt shumë të fortë ish presidentin Ilir Meta dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Avokati kërkoi pyetjen e zotit Shatku përmes letërporosisë për të sqaruar ata që konsiderohen lobime dhe Meta Kryemadhi akuzohen se kanë lobuar në favor të tij, apo pagesa që ka bërë për kontratat lobuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra që janë lidhur nga ish lëvizja socialiste për integrim, si dhe për sqaruar momentet se si dhe në cilat rrethana është përdorur nga Monika Kryemadhi një kartë në emër të tij, pra kartë bankare që është përdorur në një dyqan shumë të shtrenjtë jashtë vendit. Pra këto kanë qenë 2 momentet kryesore, pastaj pjesa tjetër kishte të bënte me faktin që rrotulloheshin rreth të njëjtave gjëra dhe zoti Meta foli dhe pak a shumë parashtroi të njëjtat argumenta si në seancën e mëparshme. Një fjali tjetër? Pak a shumë kjo ishte ajo që ndodhi sot. Pak a shumë kjo ndodhi sot. Edhe ideja ashtu që nëse kjo kërkesë e zonjës Kryemadhi merret parasysh nga gjykata dhe i jep të drejtë zonjës Kryemadhi, atëherë bie që hetimi i prokurisë së posaçme të paktën po them për Qes Dian edhe çështjen e po them atyre fibrave optike është i bërë nul dhe ne do të kemi gjykim po them për zotin Meta vetëm për çështjen e lobimit. Të nderuar teleshikues, me këtë informacion si thua për gjyqin seancën e dytë ishte kjo Leda? Jo, ka shumë seanca, po Shumë seanca e fundit. Që paraqiten argumentat. Gjyqin Meta Kryemadhi.
Ne i japim fund emisionit për mbrëmjen e sotme, i japim fund emisioneve të kësaj jave, dhe do të takohemi në javën e ardhshme. Faleminderit shumë, ju përgëzoj shumë për pjesëmarrjen dhe për kontributin në këtë kohë mjaft të nxehtë, po mjaft të nxehtë edhe me ndeshjen e cila duket vazhdon me të njëjtin rezultat. Humbi Mbappéja penallti çfarë? 0-0. Çojmë të pjesën që kanë ngel të pak. Mbappéja penallti do të thotë si Messi. Do të thënë, këta ju humbin penallti. Po. Natë e mirë, faleminderit shumë gjithë. Natë e mirë.